I dashur publik, ju në gjatë jeta me mbroma ose mirë ditës, po di që keni orën e orarin, vetëm deshta me ju njoftu që sa po e kena votu një shkrim lidhur me një vendim të Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës. Ai është një vendim i cili konstaton shkelje të gazetës Metro pas ankesës tonë të deponuar lidhur me një pretendim të tyre, ku ata bashkë me gazetën Gjornal të Fitim Çekut, i cili është i lidhur me Ramush Haradinajn dhe Daut Haradinajn, edhe është gjithashtu shërbëtor i Richard Grenellit, ku dokumentat të cilat na i kishim paraqitur në prill të vitit 2024 si të fabrikuara nga Halit Sahite dhe Milajm Zeka, që janë përpjek me i përdor si karrem për me ndërtu kompromat ndaj neve, mas verifikimit na i kemi konfirmuar që ato janë falsifikat dhe i kemi botu si të tilla. Tash Fitim Çeku e ka ricikluar storie, ka thonë që Vudi Gjumshiti ka publiku dokumente të falsifikume si solm ndaj Richard Grenellit. Qashtu që edhe kemi analizuar që ka qenë plani i tyne, tash këta e ka nis planin e tyne me zbatu, por nuk kanë mundësimin as sulmu, sepse na kur i kemi botu ato dokumente, kemi botu si të falsifikume, i kemi tregu publiku që këto janë dokumente të falsifikume, edhe këto janë dokumente të cilat janë përdorur si karrem në një përpjekje për me mbin mu me i botu, edhe kur kanë dështu me mbin me i botu, kur kanë kuptu që na kena marrë vesh janë të falsifikume, na kanë ofru pare për me i botu me pagesë. Atë që ka ne kemi mujtë me dokumentu si ofert ka qenë 5.000 euro, sepse ka shkru Halit Sahita në mesazh, prandaj na e kemi konstatu edhe raportu si ofert 5.000 euro prej rritit kriminal. Mirë po në telefonat audio komunikim me Halit Sahita e thot munësh nëse don deri në 200.000 man alt liresh veç kallzoj çmimin sa pe don na të pagujna. Veç botoj ti çto dokumente. Na kuptoj që kemi refuzu, e kemi hulumtu krejta zhvillimet lidhur me Halit Sahita, lidhjet e tij me Milajm Zekën, lidhjet e tyne me Fatmir Shehollin, me krejt këtë rrjetin kriminal pro Moskovet, pro Beogradas, dhe pastaj kemi botu një seri artikuj hulumtues të cilat i kanë ekspozu operacionet e tyne përpjekse, jo vetëm për me u përpjek me më korruptu mua dhe me ndërtu kompromat, pastaj me më fut në rrjetin e tyne, por edhe me u përpjek me më fut mu në rrjetin e atyne njerëzve të cilët do ta sulmonin drejtsinë e Kosovës. Ja, këto të gjitha storie që kanë bëjnë me Halit Sahita dhe ngjarjet ku Halit Sahita i jep kontribut këtyre zhvillimeve. Dhe këtu është tregimi i parë i botuar, siç e shihni, në prill të vitit 2025. Edhe ja ku janë edhe dokumentet. Ja ku është vlera 5.000 euro, që ku thot. Dikush thot t'i jep 5K. Edhe ja dokumentet. Na i kemi identifiku si fals edhe i kemi raportu. Po kjo është material hulumtues që është botu në prill të vitit 2025. Ndërkohë që Gazeta Metro e Valon Syles, ju kërkoj ndjesë artikulli i gabuar, të cilën na e botuam, sapo e botuam materialin ton, që është ka thot Gazeta Metro. Për të njëjtit material. Thot Vudi Gjumshiti me dokumentet e falsifikuara për ta sulmuar ambasadorin Grenell. Shikoj. Dhe e qesin përgjimin që e kanë bërë këta me Halit Sahita, ku unë flas në telefon me to, edhe munohen me e manipulu edhe me interpretu se gjoja unë kokna pajtu me Halit Sahita për një botu material të falsifikuar, që do më nuk është e vërtet. Na i kemi një kopje të një numër të madh të materialeve dokumentuese të audio incizume, i kom botuar në një video për këto, por nuk po du më ju lodh ma tepër. Po ajo që ka po du më ju tregu është që Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës e ka konstatu ankesën tonë të dokumentuar si legjitime, si të drejtë, edhe rrjedhimisht e ka aprovu, edhe ka hedh poshtë atë që ka bo Gazeta Metro.
Arsye pse Gazeta Metro boton materiale të tilla ka të bëjë me faktin që Valon Sylla është një prej operatorëve të Shikut, ne e dim këtë me siguri, kemi burime të shumë thishta, jo vetëm në Kosovë, disa prej njerëzve të Shikut të cilë kanë vendosur për arsye të tyre të problemeve që ata duan me i qëru me Shikun, kanë vendosur me fol me neve, por kemi materiale e informacione të besueshme edhe ndërkombëtare që Valon Sylla i ka shërby Shikut vrastar gjatë gjithë kohës sa ka rejtë në Beograd. Se nëse nuk e dini ju, Valon Sylla, derisa nuk është faq në hapësirën e tregut mediatik Kosovës, ai ka qenë në Beograd. Sylla tash normalisht që prodhon materiale të rrejshme goditse ndaj meje, sepse e ka garant detyrë caktuar prej Shikut, sepse kreu i Shikut, një prej krerëve kryesor të Shikut, Elmir Reqica, ka fillu me u dridh nga fakti që ne jemi duke i gjurmuar, hulumtuar antarët e rrjetit të tij kriminal të Shikut dhe jemi duke i zbuluar detajet që kanë bëjnë me operacionet vrastare klandestine të Shikut në Kosovë, ku ata dyshohen që janë përgjegjës për vrasjet politike gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Është trishtuar aq shumë Elmir Reqica sa që e ka bën një paditë rrejshme, ku ai rrejshëm pretendon se, thot, po e citoj, thot, Vudi Gjumshiti, thot, ka kërcënuar familjen time dhe mua. E pas na kërcënuan ato dhe familje qyshe pas na kërcënuan, tu veç tu kallëzu të vërtetën, po unë e kuptoj, domethënë që e vërteta trishton ato. Kështu që është e vërteta është gjithmonë kërcënim për njerëz që janë të marrë me punë të pahishme, me punë jo ligjore, me punë kriminale. Edhe është e kuptueshme një deklaratë e tillë. Po në kuptimin ligjor, në kuptimin logjik, nuk ka kuptim sepse unë jam një gazetar i cili po i hulumtoj dhe po i botoj këto materiale. Kaq kisha rreth kësaj teme. Ju që jeni të interesuar me lexu materialin, lirë shkoni te Kronikat e Barutit, e keni te seksioni Kronik në media, edhe aty e keni mirë të sqaruar krejt këtë situatë. Ajo çka du t'u tërheq vëmendjen është edhe një material tjetër interesant që kemi botuar sot. Është që Kongresi Amerikan e vë nën lupë Edi Ramën për narkotrafik dhe represion politik. Ky është artikulli që kemi botuar sot. Është shumë interesant që është një kërkesë zyrtare, domethënë, e Kongresit Amerikan për me u hetu shteti shqiptar si lehtësues apo administrata e kryeministit Rama, si lehtësues e operacioneve të narkotikut, por edhe me u hetu dhe me u konfirmu nëse është duke bërë e represion apo shtypje të drejtave politike dhe të drejtave njerëzore në Republikën e Shqipërisë. Kjo iniciativë e kongresistit amerikan republikan Joe Wilson ka nisur ta shoh datën goxha herët, po tash e shoh edhe datën kur është bërë deponimi. Me 25 qershor. Me 25 qershor, na e kena pas materiale ndikur rreth 29 qershor. Prap na ka sjellë një burim tjetër ditëve të fundit, edhe jemi marrë me materiale, mirë po arsyen pse kemi hesh deri më tash ka qenë për me vëzhgu nëse mediat dhe figurat e ashtu quajtura figurat që po na thonë se janë analista, të cilët rrejshëm po e akuzojnë kryeministin Kurti se na i prishi punët me Amerikën, duke qenë se arsyen e mos pajtimeve të tija me disa prej kërkesave të State Departmentit Amerikan ka të bëjë pikërisht për mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit territorial të Republikës Kosovës dhe mbrojtjen e interesave të Republikës Kosovës. Ato marrëdhënie përkundër kundërshtimeve të zotit Kurti, ato marrëdhënie nuk po prishen, nuk janë prish. S'ka ku një farë fakti konkret që janë të prish këto marrëdhënie. E vetmi
vend ku prishin këto marrëdhënie është koka e këtyre analizave që po dalin në televizion, por me sa duket, siç na tregoi edhe një raport i TV Dugagjinit, koka e tyne nuk është vetëm për shkak që ata kanë gabim duke mos e kuptuar se si funksionon politika, po del që ata kanë instruksione prej Beogradit mbase për me paraqit qeverin ose administratën e Kurtit si administratë kërcënuese për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Sepse si dolën mesazhet e spiones serbe që kishte marrë nga BIA serbe, aty shkruaj domethënë që një prej operacioneve që duhet mu shty është që me paraqit Kurtin sa më shumë si kërcënues i marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Edhe kështu po thonë, unë menova me që Kongresi Amerikan ka fillu një iniciativë. Ky nuk është koment, e keni parasysh. Nuk është koment i një politikani Amerikan, nuk është një deklarat politike. Është kërkesë për me u hetu, është në protokoll shtetnor, është tjetër muhabet, më kjo është shumë serioze. Edhe të shoh nëse analistat e meqëm, apo thojnë që Rama po i prish marrëdhënie shqiptar-amerikane, apo po i kërcënon marrëdhënie shqiptar-amerikane. Ata s'po thojnë, se dokumenti është publik për 25 shkorit, e tash është edhe mba publik edhe për 7 korrikut, sot ku na e vendosëm me nxjerr materialin publik. Gjithsesi na këtë temë do të vazhdojmë ta trajtojmë edhe ta ndjekim. Jemi në komunikimi edhe me kongresmenin Joe Wilson, ku pastaj besojmë që nëse ka relevancë të nevojshme të arsyeshme editoriale, do ta intervistojmë kongresistin amerikan, edhe do ta diskutojmë këtë temë, do ta shtjellojmë më thellë. Nëse kuptohet editorialisht e shohim të rëndësishme që ajo të bëhet, edhe kuptohet nëse kemi edhe mundësi kohore, sepse siç e dini unë duhet me punu edhe në punën time të përditshme, që po ashtu jam gazetar, nuk kam ndonjë punë tjetër, po kjo puna e kronikave të Barutit gjithashtu e kërkon kohën e vet ekstra. Kjo është situata. Pra, Komisioni i Mediave të Shkruara të Kosovës ka konstatuar dhe konfirmuar ankesën tonë dhe gazetës Metro të Valensylës. Unë pres sulme që këta të vazhdojnë të më sulmojnë, siç e dini, kam shpëlosur dhe ekspozuar dosjen e Hagës, sepse kjo ka qenë jetësisht e rëndësishme që publiku ta din. Njëkohësisht që dosja e Hagës të mos shpaloset për publikun ka qenë luftë speciale e Shikut Vrastar, sepse Shiku Vrastar dhe strukturat e saj të udhëhequra nga Shëmthaçi zhvishën collak përballë publikut se çka kanë bërë. Siç po e dini tashmë ju del collak edhe rrana që kanë thonë se Thaçi dhe të tjerët po gjykohen në Hag për shkak që luftuan si çlirimtar për ta çliruar Kosovën. Jo. Janë në Hag për shkak që luftuan si çlirimtar për ta çliruar Kosovën, janë në Hag për shkak që kanë vrarë shqiptar. Për shkak që kanë sabotuar çlirimin. Për shkak që kanë vrarë luftëtar të lirisë, kanë vrarë politikan, kanë vrarë kokën politike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i kanë vrarë themeluesit e saj, i kanë bërë poç ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tana e kanë marrë drejtimin e saj edhe kanë thënë qysh ju kanë thonë instruksionet e Serbisë nëpërmjet shërbimit sekret francez. Ta keni parasysh. Hashim Thaçi nuk është rekrutuar drejt për së drejti prej Serbisë, është rekrutuar nëpërmjet shërbimit sekret francez. Shërbimi sekret francez, pra shteti, politika zyrtare franceze, administratës e presidentit Jacques Chirac të asaj kohë, kur na e kemi analizu, ka qenë 100% në vit të plot me interesat e regjimit gjakatar dhe gjenocidal të Miloševićit në Beograd. Na kemi gjetë madje dokumentime të raportuara që Jacques Chiracu apo administrata e tij ka qenë aq pro-miloševićiane sa që i ka sabotuar edhe operacionet e intervenimit humanitar të NATO-s në Kosovë. Kur i kanë ditë francezët se ku ka me bombardu NATO-ja, ja u ka qu informacionet Serbisë edhe ju kanë thonë të rishni forcat piq saj pike se keni me u sulmu. Do më thonë, kjo është e vërteta. Dhe Hashim Thaçi si puqist ndaj UÇK-s, ushtrisë tonë të lavdishme çlirimtare, që ka hy me dhunë edhe i ka orkestru vrasjen e krerëve të saj, kokave të saj politike, të janis me Beadin Allaçin, e të tjerët,
e ka vazhdu luftën speciale kundër çdo patrioti shqiptar që është identifiku prej Serbisë si kërcënim serioz për interesat e Serbisë në Kosovë. Do ta keni parasysh edhe lufta speciale e Hashim Thaçit ndaj Albin Kurtit, sa ka qenë aktivist, ku është përpjek për me etiketu Albinin si terrorist, pastaj me e fut në burg, ka qenë pjesë operative e Serbisë, sepse Serbia ka para pa që Albin Kurtin që se kontrollon, nëse ai vjen pushtet, ka me qenë kërcënim serioz për interesat e Serbisë, qysh edhe u dokumentu që është, sepse sa po erdhën pushtet të Republikës Kosovës, ai filloi me politikat e tij shtetënore, të cilat mëtonin shkëputjen e Kosovës nga Serbia dhe deinstalimin sistematik të kthetrave të Serbisë të cilat i kishte instaluar Hashim Thaçi dhe shokët e tij gjatë gjithë kohës mas luftës, duke i nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare në favor të Serbisë vazhdimisht. Dhe na e dim që aktivistët që kanë qenë rrezik serioz për interesat e Serbisë, por edhe për interesat e Hashim Thaçit, qofshin edhe politikan, në momentin që janë fut në burg janë vrarë. Është rasti i Astrid Deharit, ka raste plot të tjera. Ka raste e kujtohet edhe Elvis Pista u pat vrarë, edhe shumë të tjerë. Domethënë, nëse Albin Kurti kishte suksesshëm kishte u izolu në burg, unë dëshoj që do ta kishin vrarë atë në burg. Qëta shqiptar. Por qëta shqiptar që janë së në Hag janë pjesë e operacionit të luftës së shqiptarëve kundër shqiptarëve me instruksionet e Serbisë. Qështu po na tregon Haga, qështu po na kanë tregu neve shumë dëshmitarë si redaksi, kur e kemi hulumtu kur e kemi botu materialin diku më shumë se 12 mujor hulumtues që quhet skema e vrasjeve politike të Hashim Thaçit. Të gjithë ju njerëz që doni Hashim Thaçin, kapni lexoni dosjen e Hagës, e di që e keni anglisht, po lexoni kronikat e Barutit edhe unë ne ju ashtjellojmë qartësisht se çka bëhet fjala aty. Është domosdoshmërisht e rëndësishme që ta kuptoni sepse ju duhet me e ditë kënd po e doni edhe pse po e doni. Nëse vërtet po e doni Hashim Thaçin me patriotizëm, dini që s'ka patriotizëm ta njeri kurrë. Qëto janë qysh po e dëshmon Haga, qëto janë mendimet mia, qysh e kanë dëshmu shumë dëshmitarë të cilët na i kemi intervistu si redaksi, ku e kemi bën hulumtimin e vrasjeve politike të mas luftës në Kosovë. Ta keni parasysh janë vrarë dhe gazetarët, janë vrarë politikantë, është bërë tentim vrasje 2 herë dhe presidentit Rugova. Prandaj është jetësisht e rëndësishme të lexoni këto materiale, të shtjelloni, të flisni me njëri tjetrin dhe ta kuptoni se këtu janë probleme serioze me të cilat ne do të përballemi nëse nuk e pranojmë realitetin ashtu siç është, edhe nëse nuk veprojmë përballë realitetit ashtu siç është, se në atë në çfarë besojmë na. Nëse na ti si person beson që çka ka bërë Hashim Thaçi është në rregull, favor të Serbisë, kjo është në rregull, ti ke drejt me besu çashtu, mirë puna. Vazhdoj e mbështet Hashim Thaçin. Ama nëse je shqiptar që je patriot, edhe e lexon se çka ka bërë Hashim Thaçi, ti duhesh me ndryshu menim sepse faktet janë të atilla. Nuk mundesh ti me vazhdu me mbështet Hashim Thaçin duke qenë se një njeri dokumentueshëm ka nis luftën e shqiptarëve kundër shqiptarëve. Dhe atë kundër shqiptarëve patriot, kundër shqiptarëve që e kanë kërcënuar mikun ton, e kanë kërcënuar Serbinë, pra kanë luftu për ta shtruar dheun ton dhe shqiptarizmin nga Serbia. Si që dini, edhe familja e Ashari ka pas probleme me Hashim Thaçin dhe asnjëherë se kam i pritur në konakun e tyre. Në një video shihet Rifat Ashari ku i thot Hashim Thaçit mos hajde më të shtëpia. Okej? Në një video tjetër Jakub Krasniqi e konfirmon që Hashim Thaçi Kadri Veseli kanë pas probleme serioze me familjen e Ashari. Në një video tjetër me sa kujtoi operatori gjithashtu që i ka shit materialet luftës UÇK-s Serbisë për me prodhu materiale propagandistike kundër UÇK-s, ky Milejm Zeka, ai thot domethënë edhe flet edhe konfirmon që Hashim Thaçi e kanë sabotu logjistikën e municionit për familjen e Ashari. Në një video tjetër Recep Selimi në parlament i thot Hashim Thaçit, thot të dua për president aq sa dën familja e Ashari. Merreni me men. Domthon, këto janë gjëra shumë të qarta. Tash, unë më herët e thash që njerëzit që janë Hag janë përkitëzi me këtë fakt që kanë punuar për interesat e Serbisë. I vetmi njeri sipas dëshmive tona që kemi nxjerr dhe pretendimeve të hulumtuara e ka ditë me qartësi që ka punuar për interesat e Serbisë po del Hashim Thaçi. Jakub Krasniqi u kon pjesë që aty
veprimeve, mi po dhe ai tash ligje e dën, e ka përgjegjësinë e vet se ka hartu zotnia deklarata, konferencë, materiale për shtyp, ku kanë lshu kërcënime për mi dënu njerëzit në mënyrë pamëshirshme nëse janë me LDK-n ose me Rugovën. E tash zotni s'kena shka me të bo, e ke thonë përballu me ato. Qashtu e ki rastin e Recep Selimit, ku gjykohet për të dyshime, mi po unë personalisht gjithashtu dhe redaksia jo nuk besojmë se Recep Selimi ose Jakub Krasniqi mund të kenë ditur ose mund të kenë qenë vetëdijshëm se këto veprime që po i bëjnë janë në fakt me direktiva të interesave të Serbisë dhe të Francës. Ata me sa duket kanë besu, ashtu qysh ju është thënë se është e drejtë, është e mirë, nuk e dim cilat kanë qenë motive tjera. Unë do doja që t'intervistoja këta njerëz drejt për së drejti nëse mipet ndonjë mundësi që ta zbuloj të vërtetën cilat kanë qenë motivet e tyre mbi të cilat ata kanë marrë vendime të tilla. Mirë po, sigurisht do të ta intervistoj edhe zotin Thaçi, cilat kanë qenë motivet që e kanë motivuar atë për ta pranuar ofertën e rekrutimit në shërbimin sekret francez. A ka qenë i vetëdijshëm në kohën e atëhershme se shërbimi sekret francez dhe shteti francez ka qenë në shërbim të Beogradit zyrtar? Janë pyetje të cilat lëngojnë për përgjigje dhe duhet eventualisht të mirët përgjigje. Redaksia jonë nuk do të pushoj së hulumtuari, ne do të vazhdojmë të hulumtojmë, kërkojmë nga ju i dashur publik mbështetjen tuaj. Ju lutem shumë, abononi sa më shumë, abononi me pagesë në mënyrë që të mund të konsolidojmë buxhet, sepse kjo është e vetmi model me të cilin ne mund të jemi të pavarur, me të cilin ne mund të vazhdojmë të jetojmë edhe t'ju tregojmë tregimet e vërteta të cilat kanë rëndësi jetike, kanë rëndësi politike, kanë rëndësi për ndërtimin e shtetit tonë. Do ta keni parasysh që shteti ynë ka filluar të konsolidohet për herë të parë në 7 vjeçarin e fundit. Për 20 vjet rresht u kom përballë sabotimeve, përballë zhvatjeve, plaçkitjeve sistematike, vrasjeve të politikanëve, vrasjeve të gazetarëve, vrasjeve të secilit njeri, i cili është përpjek me i ndal plaçkitjet, zhvatjet, hajnit të cilat ta i kanë bë, por edhe përpjekjet e tyne për me instalu Serbinë në Kosovë. Prandaj do ta mbajmë këtë valë të shëndërtimit, do të inkurajojmë gjeneratat e reja të kenë minimumin e standardit politik të gjeneratës tashme politike të 7 vjeçarit të fundit, edhe duhet t'i inkurajojmë partitë tjera që të reformohen me njerëz që kanë mendësi të qarta, vizion për shtet ndërtim, edhe për mi shërby këti veni, po jo mi shërby bandave kriminale, jo mi shërby plaçkitësve, zhvatësve, jo mi shërby rrjeteve kriminale që gjithashtu janë të lidhura ose me Moskën ose me Beogradin. Kaq kisha për sot, faleminderit shumë për vëmendjen, mos harroni ndonjëherë abononi me Kronikat e Barutit sepse vetëm ky model i financimit nga publiku është modeli i cili e garanton pavarësinë tonë editoriale, integritetin e informacionit dhe marrjen edhe transmetimin e të vërtetës në mënyrë ashtu siç e kërkon etika profesionale, integriteti gazetaresc. Unë nuk pranoj me punu në forma tjera, nëse na dështojmë me marrë mjaftueshëm abonime me pagesë që na duhen minimum 2000 deri në tetor të këtij vitit, fatkeqësisht më duhet me mbyll redaksinë Gjuhën Shqipe sepse nuk kam mundësi financiare me vazhdu me mbajt. Jam jashtëzakonisht me njohës dhe i kënaqur që deri më tash kemi 216 abonues me pagesë në portalin Gjuhën Shqipe dhe kemi njerëz nga diaspora shqiptar të cilët vullnetshëm japin donacione në forma të ndryshme, dikush jep 10 euro, dikush jep 50, dikush jep 100. Në një rast hera e parë që kemi marrë një donacion 1000 funta ka qenë muaji korrik. Po me sa duket njerëzit janë të kënaq me faktin e punës tonë që kemi filluar me i shpalos dosjet e Hagës, edhe është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ajo çka është një detaj shumë interesant është që postimet e tona lidhur me dosjet e Hagës nuk po i marrin lajkat ose komentet ose angazhimin e publikut në numër të madh për dallim sa kemi pas për shembull numri i postimeve të tjera.
numri i angazhimit të publikut me postimet tona lidhur me zhvillimet në Hag në rrjetet sociale është jashtëzakonisht i vogël. Kjo tregon, ndërkohë që numri i lexuesve në këtë artikuj, merrni me mend artikulli i dytë, pra i djeshmi, kam rri diku rreth 300.000 lexues deri sot. Sot është artikulli i tretë në publik, është gjithashtu shumë interesant. Mirë po, çka tregon kjo? Që angazhimi ose interaksioni i publikut me postimet lidhur me Hagën në rrjetet sociale është jashtëzakonisht i vogël, ndërkohë që interaksioni i publikut në leximin e artikujve lidhur me Hagën po mërrin numrin mbi 300.000 lexues. Çka tregon kjo? Kjo tregon që krejt kjo vala e shpifjeve, rrenave, kërcënimeve që i ka orkestru Shiko Vrastar ndaj meje, ka ndiku me friksu publikun që mos m'ju dok emni ose mbiemri i dikujt në Facebook nëse ja bën like postimit që ka të bëj me dosjen e Hagës, ose nëse bën ndonjë koment lidhur me postimin që ka të bëj me dosjen e Hagës, ose nëse shpërndan çat postim, çat artikull që ka të bëj me dosjen e Hagës. Kjo i bjen që Shiku Vrastar me operacionet e tyre klandestine, shpifse, dezinformuese, akuzuse, ti je kriminal, ti je shpion i Serbisë, ti je gjak Serbia, ne kënej, këta kanë arrit me bo efektin e tyre që e kanë dasht. Unë i dashën publik, me plot zemër, me plot shpirt, me krejt integritetin tem njerëzor dhe profesional, ju inkurajoj, shpërndani materialet, sepse duke i shpërndar materialet, duke bërë komente në këto materiale në rrjetet sociale, duke nda mendimet tuaja legjitime me të drejtë shqetësuese në këto postime, ju i tregoni Shikut Vrastar dhe çdo dorë të zezë, vrastare, kriminale, që i ka vrar luftetarët tanë të lirisë, që i ka vrar gazetarët tanë, që i ka vrar politikanët tanë, njerëzit me vizion për shlirimin e vendit, që i ka vrar themeluesit e vërtet të ushtrisë shërimtare të Kosovës, e që po përpiqen hajnat, plaçkitësit, zhvatësit, vrasësit, po përpiqen me u paraqit si themelues të UÇK-s. Këtyne na do të më tregu që ju jeni të papranueshëm, sepse ju jeni zhvatësa, ju jeni plaçkica, ju jeni njerëz që e keni nismën e çlirimit të vendit tonë. Prandaj, ju lutem shumë, ju keni të drejtë absolutisht legjitime me pas guximin, me marr guximin edhe kurajon me i nda e me i shpërnda këto artikuj, sepse është shumë e rëndësishme që sa më shumë njerëz me i lexu, sa më shumë njerëz me fol për këto gjetje hulumtuese, dhe t'ju tregojmë Shikut Vrastar dhe vasalve të Beogradit me të drejtë e them, sepse këta gjatë gjithë kohës se kanë qenë pushtet kanë nënshkruar marrëveshje në favor të Beogradit. Ju tregojmë pra këtyne që ne e duam një Kosovë të pavarur, sovranë, të shkëputur përfundimisht nga kthetrat e Beogradit gjakatar dhe të shkëputur përfundimisht nga kthetrat e kontrollit të oligarkëve, nga kthetrat e kontrollit të kriminalëve dhe strukturave banditjeske që plaçkitin shtëpinë e vet dhe e vjedhin edhe e prishin sado që t'ju jepet mundësia. Ne jemi kundër tyne, prandaj duke shpërndar këto materiale hulumtuese, ne ua tregojmë atyre udhën që ku është dera deni për shtëpisë, edhe mirë pafshim. Kaq kisha për sot i dashur publik, faleminderit shumë për vëmendjen. Unë jam i gatshëm me vazhdu e me u përball me krejt këto sakisa që këta po e qojnë drejtimin tem, mi po asnjë prej tyne nuk ka me mujt me më dëmtu, asnjë prej tyne nuk ka me mujt me më zbraps, asnjë prej tyne nuk ka me mujt me më friksu. Unë rroj për të treguar dhe do të tregoj të vërtetën edhe atëherë kur është e dhëmshme dhe e papërshtatshme, në mënyrë që ne ta kemi një rrugtim të ndritun për të vërtetën se si të ndërtojmë të ardhmen tonë mbi atë që quhet realitet i prekur dhe i verifikueshëm. Qofshim me shnet, edhe njerë faleminderit shumë për krejt mbështetjen tuaj, faleminderit shumë për krejt bashkërrugtimin që kemi bërë deri më tash, që tash e 3 vjet që unë veproj si gazetar i pavarur me mbështetjen tuaj, por me mbështetjen edhe të mjeteve të mia financiare, edhe unë shpresoj edhe besoj që ju do të abonoheni me shumicë, me pagesë, do t'ju tregoni edhe tjerëve që të abonohen me pagesë në mënyrë që ne të konsolidojmë buxhet edhe të zbarkojmë në Kosovë si redaksie plot operative, në mënyrë që ju vetëm të vazhdojmë të hulumtojmë dhe të zbulojmë temat e tjera,
por edhe të ndërtojmë gjenerata të reja gazetarisë, sepse vizioni im është që të shkojmë në Kosovë, të rekrutojmë studentët e fakultetit gazetarisë, të fillojmë të trajnojmë ata dhe t'u japim mundësinë që të bëjnë gazetari siç duhet me u bë, në mënyrë që ta ndikojmë edhe tregun tjetër gazetare, sepse nëse jemi ne të vetmi që bëjmë gazetari me integritet, atyre tjerëve kam i ora buka. Pse? Se kërkush nuk i lexon më, kërkush nuk i këshyr më. Çka kanë më bë ata? Kanë më detyru me bo gazetari cilësore. Kështu na e nisim përpara, e vazhdojmë rrugën për të vërtetën, për drejtësi, edhe jam shumë i bindun që kemi me qenë suksesshëm, por pa mbështetjen publike, unë nuk mundem me bo kurrë. Pra, ju e keni Chelsea dorë, prandaj ju lutem shumë, vazhdojmë përpara, tregojeni tjerëve, abonoheni edhe vetëm përpara. Qofshim e shëndet e mirupafshim raste tjera.